Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë një histori nga fshati Gjinari i Elbasanit. Pasi çifti Dafina dhe Naum Peçi prej vitit 2016 janë në një konflikt me fëmijët e tyre, me familjen Binjaku, ku prej vitit 2016 zonja Dafina dhe Naumi kërcënohen, dhunohen pikërisht nga fëmijët e tyre, ku zanafilla e këtij konflikti nis për shkak të një prone, ku deri në vitin 2016 ishte familja Peçi pronar, ndërsa sot familja Binjaku pretendon se janë ata pronar të kësaj toke. Ky problem kaq madhor prej vitesh ende nuk ka gjetur zgjidhje në gjykatë, ndaj zonja Dafina ka udhëtuar nga Gjinari i Elbasanit për të qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë dhe për të denoncuar drejt për së drejti fëmijët e tyre. Me mua ndodhe 62 vjeçaria dhe menjëherë dua ta përshëndes. Dafina, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit që më prite. Falenderoj dhe unë që të kam sot në studio dhe sinqerisht më erdhi keq teksa të dyja po flistim përpara se të fillonte emisioni me shumë dokumenta që më solli sot, po më tregoje konfliktin e shumë vjeçar që ke me fëmijët. Por përveç zanafillës dhe këtij konflikti që është prona, ju kërcënoheni, përndrisheni dhe dhunoheni nga këta persona? Po. Prona ndodhet në fshatin Gjinar, në pikën turistike, e kam pronë të vjetër, e kam prej 27 vitet, unë e mbroj atë pronë. Por si këta fëmijë një ditë bukur dolën dhe thanë, jo, jemi ne pronar? Këta bëjnë një hartë, atë se kam pronë në qendërt, bëjnë një hartë, falsifikojnë një dokument, edhe shkojnë në përgjyqet, kanë 26 vjetë në përgjyqet. Që ju kanë hedhur juve në gjyq? Du më fitojnë ata, pronën time. Pra ju keni 26 vite që jeni në gjyq me familjen Binjaku për pronën tuaj që ata pretendojnë se është prona e tyre. Po, kam qenë në Durrës në gjyq, edhe sot jam në Elbasan në gjyq. Vazhdon ende, e sot në kësaj dite dhe nuk ka marrë një rrugëzgjidhje e gjithë kjo situatë. Po, jo. Unë uroj dhe shpresoj që familja Binjaku dhe konkretisht si quhet personi në fjalë? Avram Binjaku. Avram Binjaku. Uroj që zoti Avram Binjaku, Apostol Binjaku, janë të dy vëllezër? Po, jo, Kushurin. Uroj që të dy këta persona, Avram Binjaku dhe Apostol Binjaku, të na ndjekin ditën e sotme për të reaguar, gjithsesi ne do bëjmë të pamundur që ta kemi zërin e tyre, nëse ata nuk do na telefonojnë, do të jetë redaksia e emisionit Pa Gjurmë që do i telefonojë këta zotrinj, pasi është zonja Dafina Peçi, e cila kërkon të denoncojë ditën e sotme dhe kërkon të jetë përballë tyre. Por kush është historia e kësaj 62 vjeçare? Unë dua të prezantoj një kronikë që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Në fshatin Gjinar të Elbasanit një histori konflikti që ka filluar në 2016 vazhdon të mbetet pa një zgjidhje, duke tronditur jetën e familjes Peçi. Dafina Peçi së bashku me bashortin e saj, Naum Peçi, janë përfshirë në një ngërsh të madh ligjor për pronësinë e një toke prej 10 hektarësh, e cila ndodhet në një zonë turistike. Bashkëfshatari i tyre, Avram Binjaku, pretendon se toka i përket atij, pasi ai zotëron dokumentacionin përkatës të kësaj prone. Sipas Dafinës, këto dokumente janë të falsifikuara, pasi ajo pretendon se i gjithë fshati është në dijeni që ato parcele zotëron familja Peçi. Ky konflikt vazhdon ende, pavarësisht se kanë kaluar 8 vite duke trokitur në përdyert e gjykatave pa marrë ende një zgjidhje përfundimtare. Ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë është Dafina Peçi, e cila do të rrëfejë të gjithë historinë e pronës së saj, me shpresën se organet përkatëse do të reagojnë për këtë situatë të ndërlikuar. Kjo është historia që do të trajtojmë ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe sinqerisht më vjen keq që konflikti për pronat në Shqipëri është një nga problemet më madhore në vendin tonë dhe janë të shumtë ata qytetarë të cilët i drejtohen ambienteve të Report TV dhe kërkojnë ndihmë, kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet me shpresën për të marrë një zgjidhje, pasi vitet e shumta nëpër gjykata ata nuk kanë marrë rrugëzgjidhje dhe kjo është historia e ditës sotme që do trajtojmë. Një prej historia e Dafina dhe Naum Peçit, ky çift nga fshati Gjinari i Elbasanit, të cilët kanë 26 vite në përgjykata dhe ende nuk kanë marrë një zgjidhje për problemin e tyre, pikërisht për pronën që ata kanë në Gjinar. E dashur Dafina, po më tregoje që keni pasur konflikte edhe fizike me njëri tjetrin dhe ofendime, por pse keni arritur deri në këtë pikë? Domethënë çfarë ka ndodhur? Mund të ma tregosh konfliktin që nisi? Kemi arritur deri me sharje, me thyrje, me ofendime.
Ishim në gjykatën në Durrës. Përpara se të ndërkosh gjykatën, ju jeni nuse në këtë familje. Dhe kur ti ke shkuar nuse në familjen Peci, ishte një pronë që burri jote trashëgonte nga babai. Sepse kemi disa dokumenta dhe për të qenë transparente, sigurisht edhe me teleshikuesit, por edhe për të qenë transparente me historinë tuaj, ju dispononi një vërtetim origjinal, sigurisht, që mi keni sjell këtu të gjitha dokumentat janë origjinale, vërtetoni nëpërmjet këtij dokumenti që keni pasuri të trashëguar, Sotir Peci është vjeri juaj. Pikërisht ka të trashëguar, dhe ky është një dokument i vitit 1999, të trashëguar një pasuri toke në fshatin Gjinar. Pra, në 1999 zyrtarisht ju keni qenë pronar të asaj toke. Por çfarë ndodhi? Si në vitin 2016 familja Binjaku papritmas del dhe thotë që kjo është prona ime. Po, kjo është prona ime me falsifikime. Mbi vendosje me pronën time, edhe ai vazhdon gjyqet. Unë jam bëm palë me ata në gjyq. Marron pjesë palë me ata në gjyq. Edhe deri më sot s'kemi gjetë zgjidhje. Dhe çfarë ndodhi në gjykatën e Durrësit kur je përplasur fizikisht me fqinjën dhe të ka... Gjykatën e Durrësit në pronën time, prona ime e thura me rjeteli. E qartë. Ma të kohë, që herja, ka 27 vjetë. Bëjt fjalë për sa hektar tokë? 10 hektar. 10 hektar tokë, po. Kur nisi ky konflikti, për të qenë e sigurt, rrethove pronën. Po, rrethova pronën. Ky shkonte ma hoqi rjetën. Po. Vinja tabel pronë private. Nuk njoftove polici në momenti që ky person hyri në pronën tënde? Nuk doja konflikte. Por shkove të flisje me fqinjin? Që pse e bëre këtë veprim? Po. Çfarë të tha? Aty vinja tabela pronë private ma hiqte, ma zhdukte. Aty në pronë time u boj një trek. Po. Por shitër fruta perime. E qartë. Vita ma hiqte her pas herë tabelat. Një ditë, shkova unë erdhe kë, aty. I thash, pse mi heq tabelat? Ku e ke pronë time, prona ime, jo unë e kam me dokumenta. Thash, ore, ti s'ke dokument në pronë time, kam vetë dokument me pronë time. Nuk e ti. Nuk jam unë pronare, nuk e ti. Qa pronari jenë ti në pronë tate? Merë pronë tate, ti ku e ke? S'ke punë e pronë time të prekish. Kë shkoj hodhi pijore në bashkisë Elbasanit, në Durrës, në gjyq. Edhe unë u bësh palë, po prapa tje, me këta. Doja t'i miri certifikat në pronësis. Qëfar certifikata ky që merë pronë mua? Dhe mora. Atje në gjyq, më ka sharë. Më ka sharë, për janë fjallë pista, nuk e them dot. Por sa vjeç është ky zotëri? 82 vjeç. 82 vjeç? Po, ky apostoli. Dhe një 82 vjeçar në një seancë gjyqësore ku i ishit aty... Me të sharë, edhe kur dulëm, ecim rrugë së të më shaj. Pra, edhe sot e kësaj dite vazhdon të të shaj dhe të ofendoj kur ju shkëmbeni në rrugët e fshatit. Po, më shanë. Nuk e ke denoncuar në polici? Nuk e kam denoncuar. Por pse? Se nuk është normale, nëse ju jeni drejtuar gjykatës dhe do vendosi gjykata se kush do t'jetë pronari asaj toke, se cili do vërtetoj me dokumenta si ju dhe pala tjetër, nuk është normale që ju të zjeni dhe të shajni në rrugët e fshatit. Pse nuk e ke denoncuar në polici? Se kam denoncuar se s'du konflikte, se me prona ime. A prona ime, ajo njifet nga gjithë zone, gjithë fshatit. E ka emri Ligata Pecit, e ke shkruar dhe të, Ara Pecit, Stani Po, Pecit. sepse lexova në një vendim gjykate, e shkallës parë mos gaboj, disa dëshmitarë kishin cilësuar që ajo pronë mbante prej vitesh mbi emrin e familjes tuaj. Pra në zonë ajo njifet si toka e familjes Peci. Po, kjo është e vërteta. Por ndërkohë, nga të gjitha këto lloj sjellje dhe ajo që më vjen keq është pikërisht konflikti që keni fizik me njëri tjetrin, domethënë qytetarët e vendit tonë, shqiptarët, ende nuk e kuptojnë që janë gjykatat ato që vendosin dhe nëse nuk gjeni një gjuhë të përbashkët, qoftë në konflikt prone apo në konfliktet nga më të ndryshme, janë solucionet që vendosin. Por shqiptarët duan t'i zgjidhin vetë disa gjëra dhe kur nuk arrin dot t'i zgjidhin, përplasen fizikisht dhe gjërat shkojnë pastaj akoma më keq dhe përfundojnë edhe në kronika të tmerrshme
të zeza, kronika lajmesh që i japin media dhe kjo është fatale për vendin tonë. Në momentin që ky person 82 vjeç, kaq energjik që nga i aftë të ndjeki ty në fshat, të ndjeki ty në përqytet, të shajt, të ofendoj, por pjesëtarët e tjerë të familjes nuk kanë gjetur një moment për të shkuar dhe për të folur me të ose me fëmijët e tij? Ja, nuk kemi falë, vetëm unë. Kam falë. Bashkëshorti juaj? Ashtë prona ime. Për çfarë e merë, bën gjyqen për pronën time ti. Ke pronë? A i fisi binjakut nuk ka prona. Atje ku e ka, pa dun o dita. Ajo në qendër fare, prona ime. Është një pronë që ka vlerë, po më tregon. Ka vlerë, pra nej më marrin. Bën i hartë, i falsifikim, si që ka bën falsifikim ato, shkon gjyq edhe merë pronën. Po derim sot, unë se kam e leju më ata që tajtë fitoj pronën. Por ju më keni vënë në dispozicion numrin e një bashkëfshatares tuaj, zonjë Bukurie Panxhi, e cila dhe ajo ka të njëjtin problem me fisin Binjaku që i ka marrë pronën. Më ke vënë në dispozicion edhe kryeplakun e fshatit numrin Konstantin Mufali, mos gaboj, i cili çfarë ka deklaruar kryeplaku i fshatit? Kryetari i fshatit thot është pronë e peci, më ka dhënë dhe i deklarat me noter aty. Keni një deklarat nga kryeplaku i fshatit, i cili ka deklaruar që kjo është prona juaj. Dhe nga ky vendim që ti më ke vënë dispozicion, kemi dhe një deklarat të kryeplakut të fshatit Gjinar, i cili ka deklaruar se certifikata e paraqitur nga padisi Stefan Binjaku, pra i fisit Binjaku flasim, nuk i përket këtij shtetasi. Dokumentet e paraqitura në gjykim janë të falsifikuara, thot kryeplaku i fshatit, pronën me certifikat pronësie e ka Naum Sotir Peci. Pra edhe kryeplaku i fshatit është në anën tuaj dhe deklaron që... E dia i pronët, a i di pronët ku janë. Ne jemi fshatarë aty. Derë jemi. Prandaj ka ardhur në këtë studio dhe kërkon që zëri jo të dëgjohet. Nuk kam ku të shkoj, të falenderoj që më prite. Po kjo studio dhe kjo dritare është hapur enkas për të gjithë qytetarët që kërkojnë të bëjnë një denoncim dhe na telefonojnë në numrat tanë të telefonit. E dashur Dafina, mua më duhet të bëj një shkëputje në këto momente të detyrueshme për të kaluar në një këshill mjekësore dhe do rikthehemi sërish bashk live dhe unë ditën e sotme gjithnjë kërkoj të jem transparente për të marrë dhe palën tjetër në telefon për të dëgjuar edhe zërin e tyre dhe do ta bëj ditën e sotme me historinë e Dafina dhe Naum Peçit, e cila kjo 62 vjeçare ditën e sotme live nga ekrani Report TV denoncon fshinjët, familjen e Apostol dhe Avram Binjakut, se këta të fundit po i marrin me forcë dhe me dhunë pronën dhe mbi të gjitha janë në një konflikt të vazhdueshëm prej vitit 2016. Mirë, jemi rikthyer sërish bashk live dashur miq, ku ditën e sotme po sjellim një histori që vjen nga fshati Gjinari i Elbasanit, është zonja Dafina Peci, një 62 vjeçare, e cila tregoi në pjesën e parë konflikti që ka me fshinjtë e saj, me familjen Binjaku dhe konkretisht me zotin Avram Binjaku, që prej vitit 2016 të dyja familjet janë në konflikt dhe kanë arritur dhe në përplasje fizike dhe gjithë zanafilla e këtij konflikti është prona që familja Peci gëzon të trashëguar, por familja Binjaku prej vitit 2016 ka pretenduar se ajo është prona e tyre dhe vazhdojnë të jenë prej vitesh në gjykat, çështja ka kaluar në gjykat, por ende nuk kanë marrë një zgjidhje. E dashur Dafina, unë dua që të jem transparente dhe ti kërkon që të jesh përballë zotit Avram Binjaku. Unë dua ta telefonoj. Ti telefonoj ata, pa di këta kanë nga kryetari i bashkisë Elbasanit. Çfarë kanë nga kryetari i bashkisë Elbasanit, sepse janë akuza të rënda? Ai ndihmon këta se ka ardhur kryetari vet, jo unë se kam takuar, po u thot atyre lokalet aty, këtë pronë tua ka Avram Binjaku, mos e prekni. Se duan të vinë vet atje në emër tiet marrin ata pronën time. Të gjithë, bashkia. Por gjithsesi, unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme zoti Avram Binjaku është 82 vjeçari. Jo, Apostoli janë 82. Apostoli, atëherë unë kam dy numra, të Avramit dhe të Apostolit. Këtë telefonoj ditën e sotme. Ti të dy je konflikt me ta, se të dy ata janë të njëjtës familje dhe pretendojnë që është prona e tyre. Telefono Apostolin. Apostolin, 82 vjeçarin, do ta telefonoj. 82 e di unë, po di unë. Të moshuarin, atëherë të moshuarin, po e telefonoj në këto momente. Gjithjem me shpresën që ai do më përgjigjet për denoncimin që është bërë nga studio emisionit Pa Gjurmë. Atëherë do të tentoj edhe një herë me shpresën që do më përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Do pres sa zilja të bjerë.
Urojmë që i moshuari të hapi telefonin. Zilja po bie dhe regjia të më ndihmoj. Pasi Apostol Binjaku, ky i moshuar nga gjinari i Elbasanit. Përshëndetje. Me zotin Apostol Binjaku? Po. Më falë që u shqetësoj zoti Apostol, po të prezantohem. Unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë në Report TV. Po. Ditën e sotme në emisionin Pa Gjurmë, fshinja juaj, Dafina Peçi, po ju akuzon se ju i keni marrë me forcë me dhunë pronën, që ajo trashëgon. Po i shoqe, Po, po deshe si gazetare, hajde do të tërgoj historinë e Dafina Peçi, një shpifje të mërshme, ne kemi në Fisi Binjaku, i pronë, po të shumë. Kush kuqeve, Binjake, Vladi Ligot Vladi. zoti Apostol, ju keni të drejtë që thoni duhet vini aty dhe për t'i vërtetuar gjërat, por në pamundësi që unë t'jem çdo ditë në çdo vend të Shqipërisë për të verifikuar gjërat e kam të pamundur, se jam çdo ditë në program. Por unë kam disa dokumenta që zonja na ka vënë në dispozicion dhe një dokument me vull të njom origjinale e vitit 1999 vërteton se ajo pronë prej sa hektarësh Dafina? 10 hektarësh, është e trashëguar në zotin Sotir Kol Peçi. Sotir Kol Peçi. Jo, po kjo është një dokument, nëse institucionet... Ajo më ka që ndihen progori, më për ka punë. Po, çështja ka kaluar në gjykatat, e tregoj këtë gjë, por unë kam një dokument origjinal që vërteton... Dafina Peçi që është prish në mund, kanë burrat të rrugës, kanë njerëzi, kanë pronë, që na i kanë një gjek lepra, se kush të tallon. Zoti Apostol. O gjoj, me datë. Po, mund të vish. Kam bie emra me këto thuin gjinar, lexoja. Aty vjen Zoti Apostol, unë kam lexuar edhe dëshmi që janë dhënë në gjykat nga kryeplaku i fshatit, nga banorë të tjerë, të cilët kanë deklaruar se është pronë e familjes Peçi. Ju, por të lutem, dhe në vitin 2016, zoti Apostol. Lexoja emra mbi emra, te keni gjinar të Për fajsus Fisi Binjaku. Në procesin gjyqësor është Avram Binjaku. Nuk është Apostol Binjaku me prokurë. Apostol Binjaku ka një katër në kësaj pronë. Mund të flasësh, ja, të lutem, mund të flasim me Dafina, të lutem, e ke Dafinën këtu. Po të lutem se ajo po të akuzon, Dafina, mund t'i flasësh. Apostol Binjaku, a kemi me biemër në gjinën Jajaga? Po, kemi Peçi që o vigat ku am biemër Jajaga? Ku është mbiemri Bega? Ku është mbiemri Toni? Uka? A kemi këto mbiemra në fshatin Gjinën? Ore, kam këture, jo se kotun, shife ku e kam. Ja, ku është? Zoti Apostol. Jepi përgjigje. Zoti Apostol, më dëgjon? Se i bën falsifikimet. E fiku telefonin, zoti Apostol, se desha t'i bëja një pyetje që deri në 2016 kjo pronë shfrytëzohej nga familja Peçi dhe si arriti ai në vitin 2016 të pretendonte se ishte prona e tij. E fiku telefonin dhe nuk donte që të fliste. Po, s'ka. Këta mbiemra do janë në Turqi. Prona ndodhet në Turqi këtyre. Atje të shkojnë, bëjnë gjyqet, ta fitojnë në Turqi, jo pronën time. Atëre, unë dua që ditën e sot me dashur Dafina të marrë dhe kryeplakun e fshatit për të na sqaruar edhe më mirë situatën çfarë ka ndodhur. Edhe pronin ta kishe marrë. Mes jush dhe po, jo, merre kryetari. Edhe familjes Binjaku, ku më vjen keq që Apostoli na morin telefon. Na mori përshëndetje. Përshëndetje, ëndoj. Apostol, po. Zoti Apostol, të lutem. Zoti Apostol, të lutem, tani dua të bëj disa pyetje dhe mund të më kthesh përgjigje. Është e drejta juaj nëse do të flasësh apo jo. Deri në vitin 2016 kjo pronë
le të themi është gëzuar nga familja Peci. Në 2016 nisën konfliktet. E do përgjitën dhe Peci, nuk ka pas tokat. Zoti Apostol, çështja është në gjykatë dhe ju ende nuk jeni pronari asaj prone. Po që e do të nga që unë? Po përderisa ende gjykata nuk ka vendosur, ju nuk mund të quheni pronari asaj prone. Po unë s'pëtëni që më pronar. Atere, pse ju pretendoni që prej viti 2016 të jeni pronari një toke që është gëzuar nga familja Peci, e cila ka të gjithë dokumentat e mundshme? Unë kam 27 vjetë që e mbroj tokën, e kam thurë ma hoqe. Si, je ekspert e gjithë Gjyshi burrit ka bon narra, ojtë dita, ka bon qërshi, ka bon mollë, unë im lefë ato. Jam 15 rëjarra. Qa mollë, e të të rëmbë, ke të të 5 vjetra. Ti ke qenë zonë, se po ju kanë qenë kusë në shkollë tate, edhe të rëjnë ku ka 5 mollë. I di fshati gjinër të gjitha pronën time. Moj ti, jo të jo. Po pra po, i di fshati gjinër gjithë. Me je përgjigje se përdor në gjukat me mbi emër Jajaga. Ku kanë gjinër Jajaga? Me mbi emër Bega, Uka, Toni. Nuk e di se qatë. Zoti Apostol, ne nuk, Zoti Apostol, Dafina të lutem. Zoti Apostol, ne në një studio televizive, Zoti Apostol, nuk mund të zgjidhim asgjë. Ja pra, do ta bëj unë një pyetje. Patjetër, unë kam shumë pyetje për të bërë, por shkaku i kohës televizive nuk mund t'i bëj dot të gjitha. Ne nuk kemi gjykat këtu dhe të vendosim dhe t'i japim një zgjidhje. Zonja Dafina ka ardhur ta bëj publike dhe kërkoj një ballafaqi me ju. Kjo ishte arsyeja, jo se ne do t'i japim zgjidhje kësaj çështje që kush është pronari dhe t'i japim certifikat pronësie. Por Zoti Apostol, ju jeni në një moshë, më fal që të pyes, sa vjeç jeni? Unë jam i matë, jam 78 vjeç. Je 78 vjeç dhe 100 vjeç u bëfsh. Po një 78 vjeçar të ofendoj, jo të lutem, një 78 vjeçar të ofendoj fshinjën me fjalët më banale të mundshme, nuk është e tolerueshme. Edhe i herë, të lutem shumë, ka mërësit, ka tu 2 herë prokurorin, edhe ke policia gjyqësore, Dafina punë bënë, i me pasha kamerë në televizor. Ti që të në të mirë e bënë që një mod një njeri. A kuptan? Jo, nuk arri do të kuptoj, Zoti Apostol, se si një 78 vjeçar një minut të ofendoj dhe të shaj fshinjën. Edhe i herë, ti po më rëndon mu. Jo, unë po të pyes, e keni ofenduar këtë zonjë? Më ka ofenduar... Jo, Zoti Apostol, të lutem, kur gazetarja ime të telefonoj, fjalët më të pista the, për zonjën Dafina, mirupafshim, gjithë mirat, dhe realisht në një studio televizive me njerëz të pa edukuar, jo qytetar, njerëz të cilës sillen kështu, nuk kam sa harxoj dhe unë kohën televizive, përpos gjithë respekti që kam për moshën e Zotit Apostol Binjaku, i cili ishte në të lidhje telefonike. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe teksa po ndishim reklamat, po më tregoje për emrat. Ja the dhe Zotit Apostol, ja përmende emrat. Po, e pas folje, se s'ka emrat atje. Atje ka Peci, Mufli, Bezhani, Shja. Këto e mbi emra janë, këto mbi emrat e emrat tu janë në Turqi. Edhe prona që kërkonaj që përdor në gjukat në Elbasanit, prona ndodhet në Turqi. Jo në fshatin Gjinër. Pa e falsifikon këta, edhe thot kam pronë gjinër, unë merë pronën time me falsifikime. Nja si thot o dita. Prona. Dhe pronari turk. Emra mbi emër gjithë turq. Prona ndodhet në Turqi. A i falsifikon këta. Po. Edhe e përdor në gjukat. E qartë. Me këta, a i tërë pronat e mija edhe tjerët, edhe Bukuris, edhe Rakshjaut, edhe i fisi Qosja. Pra, jeni disa familje, 4 fise që ju anë marë pronat pikërisht nga familja Binjaku. Po, ta i kanë marë. Më lijo se unë ngrita për të folur me Konstantinin dhe dua ta telefonoj edhe kryeplakun e fshatit Gjinar të Elbasani, ditën e sotme, i cili ka qenë edhe në gjyq, për çështjen e Dafina Peçit dhe familjes Binjaku, ka të një deklarat. Po. Një deklarat e cila ishte. Me noter. Në ka bën vetë. Atëre po e telefonoj. Do tentoj edhe një herë.
Uroj që të na ndjeki, por zoti mu fali, e njeh këtë histori, dhe do doja që të kisha edhe zërin e kryeplakut të fshatit Gjinar nga Elbasani ditën e sotme, për të na treguar historikun e kësaj prone, të trashëguar në breza familja Peci, zilja po bie. Uroj që të na i hapi. Kjo familje prej vitesh në breza trashëgon një pronë prej 10 hektarësh në Gjinar të Elbasanit, por fatkesisht prej vitit 2016 janë në një konflikt me... Alo, përshëndetje? Zoti më fali që të shqetësoj, jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. Jam Odeta Dume, një gazetare nga emisioni Pa Gjurmë në Report TV. Ditën e sotme kam në studio të ftuar zonjën Dafina Peci, e cila po më tregon konfliktin shumë vjeçar me familjen Binjaku për shkak të një prone prej 10 hektarësh. Mund të na tregoni, duke ditur që jeni kryeplaku i këtij fshati, për të na treguar më shumë detaje rreth kësaj prone që trashëgohet nga familja Peci apo familja Binjaku ka të drejtë që janë ata pronar? Tani unë dita me gjumë popullore. Po? Me gjumë popullore, e pjesë që të rëndonë, Dafina, unë nuk e di se kam probleme ata me Binjak, po quhet i gatë të tini, se kushe kari, se ka të zjedhën vetë, unë ka që di me gjumë popullore. Unë se në s'ka dasë, dhe unë në të di që është i gatë të tini, thonë. Ligata Peci, thotë. E qartë, e dëgjoj. Në rregull mu? Pra, ju si kryeplak fshati, duke ditur historikun e familjeve, e fiseve, e tokave, e pronave në zonë Gjinar, ju po na tregoni se ajo pronë është e familjes Peci. Jo, unë themi që quhet ligat të tini, Peci, që ju. I me tani se kushe ka pension shumë. Ke dhënë deklaratë. E qartë, është familja Peci, ju familja Binjaku. Ligat të tini, gjumë popullore. E qartë, se ju nuk keni avokati kësaj familje, nuk keni as gjyqtarun, po ju marrë si kryeplak i fshatit, dhe po të pyes për historikun e pronave në atë fshat, se dhe ju keni një rol aty në atë fshat, jeni kryeplak. Unë kësa kam të tyrë t'javë, nëse për t'jari qaj quhet, e disë jema, se kam jetë pa, kam tërë dhe që rikëtar fshatit. Se ju keni dhe një deklarat notariale për familjen Peci, e cila e ka paraqitur në gjukat, dhe ju keni deklaruar që janë falsifikuar dokumentat nga familja Binjaku. Unë dikta që ajo e shuar t'i ka të stirë, ka i gjurë njësua, që kino si gjërë regu. E qartë, ishe i qartë. Falenderoj që të pata në këtë lidhje. Falemderit zoti Konstantin Mufali, i cili është kryeplaku i fshatit Gjinar të Elbasanit. E dashur Dafina, unë e thash edhe tek sa ishim në një përballje në lidhje telefonike me zotin Apostol që në këtë studio kjo çështje nuk merr dot zgjidhje. Ne nuk kemi as gjykata të vendosim dhe të themi kush ka të drejtë dhe kush është pronari. Unë e kuptoj qëllimin tënd, ti ke ardhur të ngresh zërin, zëri jo të dëgjohet dhe padyshim të ishe përballë atij personi që ke shumë vite që je në konflikt. E vështirë të flisje me të, sepse edhe zoti Apostol nuk të linte të flisje, por edhe ti e kundërshtoje për gjithçka. Mund të pish pak ujë dhe të qetësohesh. Por unë duaj që zëri juaj të dëgjohet dhe në këto minutat e fundi që ne po shkojmë, se jemi në fund të programit, duaj që të përcjellësh një mesazh. Bukuri, nuk ka kohë më ta marrësh. Do doja ta meja dhe zonjën Bukuri, por nuk kemi kohë televizive. Bukuria është bashkëfshatarja juaj, e cila dhe ajo ka të njëjtin problem si ju me familjen Binjaku. Dhe Rakshjau, edhe i fisi Qosja. Kush është mesazhi që do përcjellësh ditën e sotme? Mesazhi im i drejtohem gjyqtarit Elbasanit, Ardit Kuka, i ka mbi tavolin të gjitha falsifikimet, t'i hapi dhe të shikoj. Ai është njeriu i ligjit, le të vej drejtësi, të vej pikën mbi. Prona do shkoj tek i Zoti. Ajo a pronë e Pecit, njihet nga gjithë zona. Tjetër mesazh kam për Bashkinë e Elbasanit. Bashkia e Elbasanit, se kanë sy nga Bashkia e Elbasanit. Kështu pretendoni ju? Më kanë thënë pronarët e lokalit, ka ardhur kryetari i bashkisë atje, edhe tjerë, që kjo pronë është e vrën Binjakut. Mos e prekni këta për pronëtime. Ta djoj këtë emision sot, se ai ka përdor falsifikimet në gjykat. Pronë në kamun. Është në imje prona. A shumë e vjetër, njihet, ja, ku tha kryeplaku, a ligata Pecit.
Kështu njifet në zonë. Kështu njifet. Edhe kur kaloj aty, unë telefonu, flasin njerëzit, ku je? Ke ligata pecit, thot. Ka uja ajo prona aty. Po është në qendrit edhe i bajnë një hati, falsifikim edhe merë pronën. E dashur, Dafina, ju aty keni një foto që e keni shkrepur vetë? Po, kam një foto. Po pak rëndësi ka, ndoshta nuk do ta bëjmë publike ato foto? Nuk du ta bëj publike. Një foto të një personi që ti pretendon se ai të përndjek. Një personin ka përndjekur që është i familjes Binjako. Një ditë, po. Një ditë. Po pak rëndësi, mos ta bëjmë publike. Nga bashkia Kesara, se di Elbasani, unë shkoje për të rrugur dhamë. Po pse të përndjek ai person? Ata e di ai. Çfarë halli kishte. Nga Sara, se më tha, shko bëni grafike posta. Nga Sara unë shkova ke posta, kë mrapa, ke dera. Dollën si marrova punë baragrafin, kë ke shkallë unë isë para meje. Edhe bante veprimet shumë turpshme. Nuk e flas dot këtu. Para teje? Para meje. Sepse e bante, ai e di. Edhe më qoj dhe një ke Sara. Marrova punë atje, edhe erdhi deri ke ambulanca. Gjithë ditën mbas meje. Dhe ta persona duhet i denoncosh. Duhen. Nëse të përndjekin dhe bëjnë veprime të turpshme. Prisje këtë emision. Që ta denoncoje. Pa. Unë uroj që Dhe i apostoli që më ka sharë. Më vjen keq për gjithë të konflikt. Her pas herë, se do t'a them kurvë buq. Unë nuk jam kurve buq se kërkoj pronën time. Unë nuk e lejoj pronën time të dalin tjerë të parë. Unë ata kam pastru vit për vit. Unë ato i mleth ato peme, fruta, arrat, gjitha i mleth thonë. Pse nuk vjen Binjakut i mledhi? Po bën falsifikime, thot unë dhe i marrë atje në gjukat. Jam shumë keq. Dhe më vjen keq, sinqerisht më vjen keq, me Dafina. fmitë e mi rrinë në Itali, pronë ta marrë kë. A di çfarë thotë atje në fshat? Unë dhe marrë pronë, thot, dhe i bëj çunat bosta. Pse me pronë time dhe bëjsh bost çunin ti? Po pse unë s'kam çuna? Unë uroj që këto konfliktet mos degenerojnë në përplasje të tjera fizike, uroj që gjykata t'i japi një zgjidhje sa më të shpejt dhe pronën ta marri ai që e ka dhe i takon dhe uroj që zëri juaj të dëgjohet nga edhe i kjo bëj studje. thirrje policisë Elbasani, këto fjalë që them unë, se do shkoj dhe bëj denoncim, ta marr parasysh. Unë të falenderoj që të pata në studio e dashur Dafina dhe uroj që të marrë zgjidhje për këtë problem kaq madhor për sa i përket pronën. Faleminderit që të pata. Mirë dashur miq, me historinë e Dafina Peci, sa 62 vjeçare nga gjinari i Elbasanit, e kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish. Ju e dini që Pajgjun vjen çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.